Hipertensioni është një nga problemet më të mëdha të kohëve moderne. Bashkë me Altin Jokën kemi diskutuar, kemi rrahur disa mendime dhe faktorë që ndikojnë te hipertensioni që prek tashmë edhe moshat e reja. Por sot, bashkë me nutricionistin dhe specialistin e mjekësisë holistike, Altin Jokën pra, do të diskutojmë për një dietë shumë të përfolur dhe shumë të rekomanduar, më e mirat për 2025-ën, për cilën dietë bëhet fjalë që mund të kontrollohet hipertensioni. Do ta zbulojmë vetëm pas pak. Të përshëndes Altin dhe faleminderit për kohën. Faleminderit ju dhe përshëndesjen dhe unë përshëndes juve. Tani, dihet faktorët që ndikojnë stili jetesës, pse është rritur numri i të prekurve me hipertension edhe në moshat e reja sigurisht. Ne kemi diskutuar në një emision të mëparshëm për le të themi këto lloj statistikash edhe vlerat normale etj për hipertensionin, por do doja të ceknim së bashku për sa i takon dietës dash për ta zbuluar, duke qenë se ju na keni thënë që është dieta më e mirë, rekomanduar dhe efektive për të mbajtur në kontroll hipertensionin në mënyrë natyrale. Çfarë është kjo dietë dhe si ka lindur kjo dietë dhe pse është më e mira e 2025-s? Jo për ta kuruar, jo për ta mbajtur në kontroll, po për ta shëruar. Për ta shëruar. Ne po flasim, jo për ta mbajtur në kontroll, se çfarë kuptimi ka ta mbash kontroll? Në kontroll e mbajnë ilaçet. Ndërsa këto protokolle janë krijuar që të arrijnë të kurohet përfundimisht personi dhe të kthehet siç ka qenë më parë. Sado që të tjerët do ta kundërshtojnë dhe thonë, sidomos mjekët apo të tjerët, që janë shumë skeptik duke thënë që jo është e pakurueshme. Por kjo është e vërtetë. Megjithatë, le të dalim pak në histori. Kjo histori nis shumë kohë më parë dhe dua të theksoj se 4 pionerë të ushqyerjes kanë rol determinant në fushën e nutricionit që ne kemi sot, që kanë filluar nga vitet 30-50. Që kanë hedhur dhe themelës të kësaj shkence të ushqyerjes, që kanë qenë normalisht edhe gjurmë dhe patjetër që kanë qenë dhe të parët që janë hedhur dhe janë marrë mendimet nga këta ose ato që ata kanë deklaruar dhe kanë praktikuar dhe pastaj janë kthyer për dieta. Apo plane protokollare edhe në natyrë pati. Njëri nga këta unë do theksoj vetëm për njërin i cili quhet Nathan Pritikin, i cili pra në Amerikë, i cili u quaj dhe personi që kuroi zemrat e Amerikës. Edhe pse ishte inxhinier, shumë i talentuar, patentoi disa shpikje shumë të rëndësishme në fushën e tij, që i morën kompanitë të mëdha. Rreth moshës 40 vjeçare ai u sëmur me leuqemi dhe insuficiencë të arterjes koronare. Dhe nuk pranoi as të operohej, as bënte ndërhyrje për leuqemi. Duke qenë natyrë shumë kureshtar, vetbesues, tip shumë impret, shumë studios. Ai e mori shëndetin në dorën e vet. Kështu e mendonte vetë ai. Dhe doli rezultativ, sepse poshti sëmundjen e koronares me dietë dhe stërvitje. Ai sa në moshën 70 vjeçare kur vdiq, kishte lënë testament që të bëheshin kontrollet e arterjes dhe zemrës tij. Dhe në autopsinë në 1185 kur ai vdiq kishte lënë testament, u pa se arterjet e tij ishin si të një fëmije të vogël. Ai të pastra. Ndërsa zemra e tij ishte si një adoleshenti. Pra, çfarë kishte deklaruar më parë dhe çfarë kishte bërë, kjo u vërtetua pas vdekjes së tij. E dyta, jetoi 28 vite me leuqemi. Gjë që ndoshta ju e dini, po flasim për vitet 50-60, ju e dini shumë mirë se sa mund të rezistonte dikush apo mund të jetonte me leuqemi. Edhe sot është pothuajse e pamundur, po themi edhe pa ndërhyrje edhe pa asnjë lloj medikamenti. Edhe nuk vdiq nga leuqemia, nuk vdiq nga leuqemia. Pra ky personalitet që është haruar sot, që është përmendur në një libër në vitin 1187 nga 2 autorë shumë të njohur, i cili ishte i titull Pritikin, njeriu që shëroi zemrën e Amerikës. Solvon fakte që miliona njerëz ishin shëruar, jo mbajtur në kontroll, shëruar nga problemet e tensionit, të kolesterolit, sëmundjeve të zemrës, duke ndjekur dietat, ushqimin dhe këshillat e tij. Pra ishte hap që bëri një frymëzim në këtë rrugë, që u hapën pasaj ajo dieta Atkins, erdhi dieta alkaine, dieta makrobiotike, dieta antiinflamatore. Pra ishte ky një nga burimet kryesore që u zhvilluan këto dietë. Ishte ai që e vuri për herë të parë në baza shkencore ushqimin e sportistëve në rritjen e performancës së tyre dhe stilit jetesës se deri në atë kohë sportistët hanin sipas qejf. Më pas, një doktor i famshëm, doktor Esselstyn, i cili vinte nga Universiteti i Jalës, një kardiokirurg i njohur,
i njohur në botën mjekësore edhe në Kolegjin Amerikan të Kardiologjisë, i marrë me shumë çmime të mëdha botërore, i cili ka bërë 150 punime shkencore, pra në nivelin e lëmisë shkencore për kërkimin afatgjat mbi ushqimin, është i vetmi që ka bërë kaq shumë. Ushqimin me problemet e sëmundjeve kardiovaskulare dhe arterieve apo problemet e hipertensionit. Qartë. Dhe çfarë bëri? Edhe pse u pa një studim 12 vjeçar që ai kishte bërë, që u përditësua, ai përsëri u pa që metodat e tij ishin jashtëzakonisht mbështetëse. Ai në spital kërkoi lejen e drejtuesit të spitalit që të merrte njerëzit më të rënd që ishin me problemet e arteries koronare, të hipertensionit, të kolesterolit, që nuk kishin shumë shpresë. I mori dhe i futi në një dietë me bazë bimore. Pa i ndyrë, eliminuar çdo gjë nga ana shtazore dhe kishte përpiluar një dietë shumë saktë. Dhe kur e ka praktikuar, u pa që për një kohë prej 4 deri në 12 javësh, ai i uli të gjithëve problemet e kolesterolit, problemet e arteries, problemet e tensionit, dhe megjithëse u ndoqën 12 vite më pas të gjitha persona, asnjëri nuk pësoi nivele të atakut kardiak, të dëmtimeve të zemrës apo probleme të situatës kardiake. E qartë. Dhe që ishte shumë thelbësore. Pastaj këty bashkëpunime u shtuan më shumë dhe në vitin 1990, duke u marrë nga këto indicje, Dr. George Bray dhe Donna Ryan menduan dhe ideuan një koncept që duhet të kemi, duke bazuar dhe tek Pritikin apo edhe tek ta tjerët, sa edhe shumë doktorë tjerë, për të standardizuar një dietë për hipertensionin, sëmundjet e zemrës dhe kolesterolit, trigliceridet e tjerë. Sepse ata kishin parë vetë si doktorë që nuk i bindnin dot ilaçet që të krijonin diçka më pozitive se ç'duhet. Po. Për ta vazhduar, më duhet të ndërpres vetëm pak, Altin, për ta vazhduar idenë, për ndoshta do dalim aty pastaj tek kjo dietë e famshme që duhet të zbratohet edhe sot, kemi një shkëputje të dedikuar, shumë pak sekonda. Shiko, edhe një herë thash, në vitin 1990 dy doktorë filluan që të bëjnë idenë që duhet të kishin një dietë për hipertensionin, sepse ata besonin se ishte baza kryesore për kurimin e hipertensionit, problemit të kolesterolit. Dhe pas 2 viteve, Instituti Kombëtar i Shëndetit, pra si e Binder, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, propozoi fonde të mëdha, disa fonde, mund të themi, për të bërë disa modele dietetike në drejtim të tyre duke i drejtuar ta 2 doktorë këto fonde, në 5 qendrat më të respektuara në Shtetet Bashkuara të Amerikës për problemet e dietave. Pra që nga Universiteti Johns Hopkins dhe filluan studimet. Dhe çfarë u pa? Aty u mblodhën 160 ekspert, infermier, mjek, shkencëtar, nutricionist, njerëz që merreshin me statistika, koordinator, trajner personal etj. Dhe në një punë 5 vjeçare u testuan 42 dieta dhe modele dietash për problemet e hipertensionit. Dhe u pa që këta 2 doktorët nxorën në bazë të gjithë të dhënave që dieta pra aty u përfshirë dieta mesdhetare, nordike, vegetariane, lloj dietash, dietat më të mira, paleo e shumë tjerë. Me ajo me nivel të ulët glicemik, pra ishin shumë lloj dietash. Dhe dieta që u zgjodh duke u testuar tek njerëzit, tek vetë shkencëtarët e ushqimit, tek klientët e tyre, pa që ishte dieta më e mirë ishte dash. U bë një rishikim përsëri pas 3 viteve, në 2000, pas 97-s. Përsëri kjo dietë doli më e mira në 46 dietat e problemit të hipertensionit. U publikuan tek New England of Medicine në 97-ën përsëri një punim shkencor i cili tregonte të gjitha vlerat e kësaj diete dhe si ishte zhvilluar dhe pse duhet të rezistuar. Dhe sot, në 15 vite, dieta DASH është te 4-5 dietat më të mira që zgjidhen nga panelet e dietave në botë. Duke filluar që herë në vend parë është dieta mediteranea, pra disa vite rresht 3-4 vite, herë ndonjëherë në vend dytë është kjo dietë, apo ndonjëherë ka dalë në vend parë. Në 2025 është dieta DASH, e cila ka dalë në vend të parë për aksesin e mirë që kanë treguar tek raportet e hipertensionit, kolesterolit, trigliceridive, por jo vetëm, por edhe të diabetit. Prandaj dhe konsiderohet si një nga dietat më të mira të 2025-s. Në qoftë se do më thoni pasaj se ku janë përparësit e kësaj diete në krahasim me dietat e tjera dhe çfarë përmban ajo? Përparësit. Në radhë të parë duhet të dim që nga punime shkencore u pa që shkalla e uljes së hipertensionit, pa tensionit lart po themi, ishte nga 5 në 3.5. 3.5 në 5.
që do të thotë një person që kishte tensionin 18, maksimalisht i ulej 13 dhe në minimali e ulej 14.5 me këtë dietë. Bën një kohë të shkurtër. Dhe një person që kishte tensionin e ulët, po themi pra flasim gjuhën e njerëzve, thjesht e kishte 10, kjo shkonte nga 1.5 në 2.8 në uli. Domethënë që i thonte nga 8.5 uli ky tension nga 10 që ishte shkonte 8.5 deri në 7.8. Por kur ky zbatoi në disa protokolle të veçanta, sepse kjo dietë ka disa është çik pak edhe me ka nën detaje, ka disa fragmente, nuk është një dietë e përcaktuar vetëm. Ka disa nën tipe. Sepse është zhvilluar, ka 20 vite si dietë dhe përsëri ka rezistuar dhe ka parë efikasitetin. Kur pasi kjo dietë që zbatoi mirë në disa plane protokollare, u pa që tensioni shkonte 11.5 me 7.1. Pra, kjo është që mund të themi një nga dietat që mund të themi një fitore ose një dietë fituese për shëndetin e problemit të sistemit kardiovaskular. Ku është ana pozitive, mund të themi, pra, ku janë të mirat e kësaj diete? Pra, efikasiteti, pra mund të themi në këtë drejtim. Efikasiteti i kësaj diete mund të themi që e para një herë është një dietë e cila nuk është shumë e kufizuar dhe ka nivele të mira të mineraleve, të fibrave, proteinave, të antioksidantëve, të vitaminave, pra i ka dhe të acideve yndyrore. Dhe këto janë baza kryesore të tonë. Kjo është pozitivja. E dyta, nuk është një dietë e cila mund të themi është shumë e rëndë për të marrë, shumë e vështirë. Është një dietë e cila mund të themi që i kontribon jo vetëm problemit të hipertensionit, po ulë trigliceridet, HDL-n, pra rregullon mund të themi kolesterolin e keq dhe kolesterolin e mirë, pra ulë të keqin dhe stabilizon të mirin, rregullon dhe problemet në glicemi, por midis të tjerave bën edhe një rënje të mirë të peshës. Jo të shifra, nuk është një dietë për rënje peshe. Në ana tjetër, pra kjo është pozitivja e kësaj diete, është një dietë që jep rezultate shumë mira në problemet e gjumit, jep shumë mirë rezultate në problemet e ankthit dhe depresionit, dhe shumë mirë në problemin e situatës sistemit endokrin dhe problemit hormonal. Pra është një dietë që edhe pse faktikisht është e përcaktuar vetëm për këtë dhe këtu është e bazuar, përsëri ajo ndikon në shumë elemente të tjerë të shëndetit tonë dhe në disa problematika të tjera, duke i korrigjuar këto problematika dhe duke na sjellë një shëndet edhe më të mirë, duke parandaluar edhe një problem të sëmundjeve. E keqja ose disavantazhet e kësaj diete janë sepse ka nivel të shkurtuar të nivelit të kripës natriumit. Pra do të thotë që në ditë një person do të konsumojë 2.3-2.5 gram krip ose natrium, ose miligram, 2-300 miligram natrium, mund të themi, në konsumin e tij. E dyta, nuk është një dietë që mund të bjerë pesh, pra që ta merrim me ta përdorim apostafat në pesh. E treta, është një dietë e cila do të jetë shumë rigoroz. Do pak përkushtim dhe do të jetë shumë i saktë në ndarjen e porcioneve dhe të asti ushqimi që ti konsumon. Këto mund të quhen, le themi ato mangësitë e dietës apo ka të tjera? Çfarë mangësi ose disavantazhe mund të ketë dieta dash? Këto mangësi, po themi që nuk janë mangësi, po i themi mangësi. Disavantazhe në kuptimin që dikush tjetër mund të shikojë. Është një dietë e mirë studiuar. Deri tani është nga dietat më të mirë studiuara dhe është futur në lup aq shumë. Unë kam parë pafund studime që është futur në lup që dikush edhe është hedhur për ta hedhur poshtë, sepse kemi një konkurrencë të dietat. Vendi 4, 5, 6, sidomos to dietat e konsumimit të lartë të mishit, ose paleo, ose dieta keto, ose tjerë, janë futur që ta hedhin poshtë dietë. Dhe normalisht kanë hedhur argumentimet e tyre. Dhe deri më sot, kjo dietë nuk ka rënë poshtë për 20 vite, pra duke qenë në maja, në vend të 2, të 3, të 4, të maksimumeve, ndonjëherë ka dalë në vend të parë, sepse është vërtet një dietë që i ka shërbyer vërtet njerëzit. E qartë. Është faktikisht është një dietë e gërshetuar nga Mediteranea, po ta hyjmë në detaje çfarë përmban kjo dietë është tjetër gjë, po është e përzier nga disa dieta për të dalë në një rezultat, pra fakteve të historike që është përmendur më parë. Pra ka kaluar një histori shumë gjatë. Nuk është një histori që doli dikush sot u çmend dhe bëri një dietë. Edhe bëri një dietë dhe shiti, është qartë.
mi 40-50 vite dhe pastaj disa testime rreth 8 vite, ka kaluar një testim prapë në 5 vjeçar, pastaj ka kaluar prapë në një testim 3 vjeçar, kështu që është ritestuar shumë herë si dihet nga të rradhat që është ritestuar kaq shumë si dietë dhe ka pas edhe kemi fakte shkencore tashmë që është dieta më e mirë për hipertensionin, problemin e zemrës. Disa shembuj konkret, për shembull nëse mund të na i ndash për publikun të kësaj diete. Për ta bërë më praktike më të qartë. Më praktike, dakor. Po faktikisht njerëzit duhet të lidhen, pra fillimisht unë sugjeroj që të lidhen me dikë, me një dietolog, me një nutricionist, me një person që të merret me problemin e dietës, që t'ia përcaktoj, që t'i japi një ide. Po çdo njeri mund ta bëjë dhe vetë në momentet e para, nëse ai shikoj që ka të vështirë, pra ta testoj një herë, pastaj të kaloj në tek një i fushës profesioniste. Kjo dietë është e bazuar që shkon nga 1500 deri në 2000 kalori në ditë. Dhe baza e kësaj janë frutat, 5 porcione në ditë. Pra një person duhet konsumoj 5 porcione në ditë fruta. Po. E dyta do të konsumoj 2 deri në 3 porcione perimesh në ditë. Porcione të kuptojmë diçka. Nuk do të thot pjata të mëdha gjigande. Mund të konsumoj një pjatë drek, supozojmë me perime të freskëta, dhe para dite supozojmë ka konsumuar 2 karota. Në darkë ka konsumuar një fije selino ose diçka tjetër. Pra këtë po e themi si vakt, por një vakt kryesor i perimeve në drek duhet. Tjetër, konsumimi i mishit dhe i peshkut duhet konsumuar, duhet jetë organik, jo me dhjam, por jo në sasi dhe në përditshmëri. Po. Pra duhet jetë i radhuar dhe kjo varet, se tash ka dhe disa nëntipe, kjo varet nga problematika që ka personi, mosha që ka dhe shqetësimet e tjera shoqëruese. Po, shoqëruese, sepse personat që kanë në përgjithësi probleme me hipertensionin, në përgjithësi kanë dhe sëmundje të tjera bashkëshoqëruese. Kryesisht diabetin, mund të kenë probleme të artritit, mund të kenë probleme të stomaku, pra ulcerës, pra në përgjithësi një pjesë e njerëzve kanë probleme të tjera. Tjetër, yndyrnat e shëndetshme dhe vajrat. Do të thotë dhe arore, duke futur këtu 2 deri në 3 porcione në ditë. Duke futur porcionet e bishtajoreve si fasulet, thjerëzat, qiqrat, këto bizelet, të cilat duhet të jenë pothuajse në përditshmëri, në konsum. Duke konsumuar nga një fixhan, flasim nga një fixhan kafeje. Këto janë baza kryesore dhe largimi bazë këtyre është heqja e sodrave, çajrave që kanë ëmbëlsi ose edhe çajrave normal, por mos kanë sheqer, lëngjeve me sheqer, ushqimeve të paketuara, ushqime të procesuara, ushqimeve shumë të zira, ushqimeve të kavërdisura, mishit të futur në zgar ose të pjekur shumë, pra gjithë këtyre rosticerive, yndyrnave të ngopura, yndyrnave të këqija, yndyrnave me vajra të hidrogenizuara, margarinave, jo sasi e lartë e gjalpit ose pothuajse në fare, dhe prandaj dhe Instituti Kombëtar i Zemrës, i Mushkërive, i gjakut, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë së Bashkuara të Amerikës, shoqatat më të mira të nutricionit dhe dietologjisë në planet e kanë rekomanduar dhe rekomandojnë si një nga dietat më të mira që duhet të jetë në fokusin e çdo mjeku që t'ia rekomandoj. Dhe duke kaluar pastaj në vitet 2013, është një fakt shumë i rëndësishëm, në vitet 2013 kjo filloi të kthehej në protokoll. Nuk ishte më një dietë. U futën dhe 4 specifikime të tjera që u bë një protokoll, kanë qenë 2 naturopat, të cilët një protokoll mund të quhet dieta, që ishte dieta dash, e dyta mjetet juridike bimore, duke u futur disa bimë dhe disa çajra për të rregulluar probleme e hipertensionit, probleme të arterieve, të venave etj. E treta suplemente shtesë, pra disa suplemente shtesë. E katërta ishte edhe aktiviteti që një person duhet bënte në ditë, pra aktiviteti fizik, lëvizja, ecja, bicikleta apo noti, vrapi e të tjerë, pra aktiviteti, po themi, duke futur dhe disa elementë shtesë të mjekësisë holistike, siç është masazhi, siç është akupunktura, siç është fitoterapia, pra terapia e dritës apo dalja jashtë për shkarkimin e energjive me zbafur e të tjerë, siç është haloterapia, pra terapia kripës e të tjerë, pra u futën disa terapi dhe u krijuan të paktën sa kam parë 6 protokolle të tjera për problemet e hipertensionit, të cilat
nga 80-85% që kanë pas rezultat të dieta, pra dieta DASH, në momentin që kemi futur dhe këto nivelet e këtyre protokolleve, rezultati të personat me probleme të zemrës, hipertensionit e të tjera që në tash, shkon në 96% të kurimit të tyre. Pra, është rritur në një nivel shumë herë më të lartë, në qoftë se ne do ta marrim, në qoftë se do ta gëshëtojmë, edhe me kushte të tjera të protokolleve. Pra, jo thjesht teknikë. Po, nëse ndiqet sistematikisht dhe nëse jemi të fokusuar për të ndjekur, le të themi, ato këshilla që duhen për këtë regjim ushqimor të dietës. Përveç kësaj diete, Altin, a ka plane? Po protokolli, protokolli nuk e bën dot vetë. Protokolli bëhet nga një profesionist. Te dieta mund të bësh diçka vetë. Të varin në protokoll që të futesh dëbimët, të futesh kombinimin e tyre, të futesh aktivitetin, të futesh disa suplemente, shtesë, se si do i marrësh, apo elemente të tjerë të aktivitetit fizik, dhe atyre që mund të thash në mjekësisë holistike, patjetër duhet një protokoll dhe për këtë protokoll duhet të koordinuar me dikë tjetër, të një fuqës të mjekësisë holistike, një naturopat, i cili të bëj një protokoll dhe ta mbaj personin, pra ta mbaj për një kohë, që ai ta bëj stil jetese dhe brenda një kohë shumë të shkurtër, duke kaluar ndoshta 2-3 muaj, personat arrin të krijojnë një stabilitet të jashtëzakonshëm në drejtim të këtyre. Por është shumë e rëndësishme ata që janë ilaçe nuk mund të hiqin ilaçet direkt. Ilaçet mund të hiqen gradualisht, pra shikohet, ulet tensioni, matet tensioni pak më shpesh dhe ulet nga pak ilaçi, ulet nga pak ilaçi, ulet nga pak ilaçi, derisa të shikosh që mund të arrihet në rezultatin final që ndoshta dhe mund të hiqen, ndoshta dhe mund të jenë në sasi minimale. Gjithmonë kjo pastaj duhet bëhet edhe konsultim me një mjek, pastaj kardiolog, më tutje dhe pastaj disa analiza specializuar. Të gëshetuar bashkë. A ka plane të tjera që janë ndoshta më rezultative apo më të sofistikuara se dieta DASH, apo këto që ju thatë bashkohen, kombinohen me njëra tjetrën dhe personat paralelisht me mjekimet që marrin do ta kthejnë këtë dietë në një regjim, një stil të tyre të jetës, për gjithë jetën, duke qenë se janë të predispozuar për të hipertension. Po jo, nuk është për gjithë jetën kjo. Shiko, ka një problem në momentin që ne ulim inflamacionin në problemet e trupit tonë, se në fund fare hipertensioni është një inflamacion që ka ndonë trupin tonë. Në rast se ne ulim inflamacionin në trupin tonë, pra gjejmë dhe arsyet e shkaqet kryesore, ne kemi biseduar një herë, janë shumë faktorë dhe shkaqe që e shkaktojnë hipertensionin, nëse ne i gjejmë dhe godasim ato hipertensioni, eliminohen si se eliminohen shumë probleme tjera shëndetësore. Problemi është që protokolle, unë thash fjalë, unë kam parë 6 protokolle, të cilat kanë qenë shumë bindse, të cilët edhe i kam testuar tek njerëz të tjerë. Janë shumë bindse që kanë krijuar dhe rezultate. Dhe normalisht janë krijuar nga njerëz shumë profesional. Flasim për shkencëtar të nivelit të lartë, nuk po flasim për njerëz si puna ime që jemi ndoshta bishti i fundit i kësaj pune. Por në shkencëtar të nivelit të lartë, të cilët janë futur në studime shumë detajuar dhe kanë kaluar, një nga këta ka kaluar rreth 6.000 njerëz në këtë drejtim. Por unë, në qoftë se milion të them disa se si mund të bëhet një dieta, di njerëz për të gjë. Po. Si mund të organizojnë një ditë? Me kënaqësi. Patjetër, me kënaqësi. Kjo ndoshta do ishte shumë interesante për shikuesit. Po, atëherë në momentin e parë në mëngjes, një person po jap një ditë. Mund të konsumojë një gjysmë gode kos, të futur me tërshër ose një gotë qumësh bajame, ndoshta, me tërshër, me 4-5 lugë tërshër, me pak fara chia, me një fixhan kafeje boronica, me 2-3 lugë manafera ose fruta pylli, pak kanell, një banane, ndoshta edhe gjysmë avokado. Që ta konsumoj siç është, e pa frulatuar. Pra jo kaluar në blender, të freskët. Para dreke, një person do konsumoj një frut që për shembull supozojmë në këtë rast, unë po konsumoj 2-3 kokra mandarin ose një kokër portokall, ose konsumoj 2 karota në këtë rast dhe konsumoj dhe një fixhan me bajame. Një ditë tjetër konsumon lajthi, një ditë tjetër konsumon një gotë ujë kokosi, një ditë tjetër konsumon 2 fije selino, një fije karot dhe një dorë ara, pra gjithmonë janë ditët janë ndryshme, flasim midis mëngjesit dhe drekës, po themi snack. Po themi midis mëngjesit dhe drekës. Kur vjen dreka, e pa negocueshme është një sallatë, e cila patjetër dhe pak bukë gruri integral. Jo me miell të bardhë, jo me miell ngjyrosës. Bukë miell integral që mielli të jetë vërtet integral. Mundësisht dhe me fara. Dhe me fara, po të jetë pra një fet, nuk rekomandohet shumë buka, por pak rekomandohet në çdo vakt. Sallata jeshile, pak sallatë
pak sallat rukola, mund të hedhim pak gjis pa krip, mund të hedhim disa fije karote, mund të hedhim lugara, disa pomodorini ose feta domate, 2 feta panxar, 2-3 feta repa, vajin e ullirit ose vajin e avokatos ose edhe pak vaj liri, dhe pastaj hedhet ose uthull të shege, ose uthull molle, ose soje. Pra uthull soje, po themi. Kjo është edhe dreka. Në mbasdite konsumojmë përgjithsisht çajrat dhe nga darka, por te kjo sallata mund të vëmë edhe pak mish pule. Pak mish pule nëse kemi të përzjedhur mirë, por jo në sasi. Mund vendosim 70 deri në 80 gram mish pule, mëlçin, do shta një moment tjetër të kavardisur atigan, ose mish qin, ose mish viçi diku të marë, ose një sasi, ose një porcion peshk, se një ditë mund përdorim një supë bashkë me këtë sallatën. Një ditë tjetër mund të marrim një supë peshku të gëshetuar me këtë. Ose për shembull, në darkë mund të bëjmë përsëri një pjatë me fruta, por mund të bëjmë edhe një pjatë me perime. Kryesisht një pjatë me perime do ishte mirë. Karota, të zjera, brokoli, kërpurdha, pak lule lakër, pak bizele, pak domate, pak erza, që janë shumë determinante, mandanozi, koperi, borziloku, rozmarina, çfarë kemi të drejtim, dhe mund të konsumojmë ndoshta një kokë lëvez, ndoshta s'mund ta konsumojmë nëse nuk e kemi konsumuar në mëngjes. Pra kjo mund të jetë, por mund të jetë darka dhe një sallat me fruta, duke gëshetuar dhe aroret. Pra pak sika, pak bajame dhe fruta mikse, që të kenë edhe një larmishmëri ngjyrosh. Por nëse nuk e kemi konsumuar në darkë në mëngjes kosi, mund ta konsumojmë me këto fruta në darkë, pra po se konsumuar mëngjes në darkë. Pra kjo mund të jetë një dietë e cila është afërsisht 1500-1800 kalori. Kjo dietë shkon te diku 1800 kalori dhe niveli është sa më të ulta të kripës. Jo sasi të larta të vajrave, gjithmonë të gjalpit, po ashtu jo. Kjo është një diete e thjeshtë. Duke komunier pastaj që mund të themi dieta dash. Në rast se do bëhet protokoll, kësaj diete i shtohen 2 deri në 4 çajra në ditë, i shtohen 2 deri në 3 suplemente në ditë, i shtohet një aktivitet rreth 15 minuta në ditë, i shtohet një lëvizje për rreth 10-15 minuta zbatur në ditë, dhe dali në diell afërsisht rreth 60 minuta deri 90 minuta në ditë. Dhe po ashtu një herë në 2 javë, një 10 ditë, një masazh, që ose një akupunktur ose masazh, ose një formë tjetër të mjekësisë, dhe po ashtu një herë në javë një terapi me vajra aromatik ose mund të themi vajra esencial, pra me aromaterapi. Është ka ardhur koha ndoshta që të gjitha këto të përfshihen dhe të bëhen pjesë e rutinës tonë, se disa për shembull akupunktura apo disa terapi të tjera ndoshta dhe nuk janë shumë të njohura, por ka ardhur koha me gjithë sëmundjet dhe me gjithë problematikat shëndetësore të përqafohen nga njerëzit. Të falenderojmë shumë, Altin. Një pyetje për çajrat që përmendën, na ke thonë një herë në temën e parë të hipertensionit, që është çaji hibiskus, nga që the mund të përfshihen nga 4 çajra. Jam e saktë? Çaji hibiskus në terapinë? Çaji hibiskus është një çaj që përfshihet, por jo për një sasi dhe kohë të gjata më shumë se 2-3 javë. E kuptova. Më i miri nga çajrat është çaji i murizit i vërtetuar, e kam thënë 3 herë në instituti, në komisioni poshtë Ministrisë së Shëndetësisë, e cila që merret me gjëra bimore. Murizi është baza kryesore e kësaj, por nuk është vetëm murizi. Ka dhe çajra të tjerë që mund të përdoren. Ka dhe fara të tjera, duke filluar nga farat e lirit, pra bëhet një kombinim i këtyre, sepse të thash këto hyn në plana protokollare pastaj që duhet më të detajuara dhe të kombinuar me specialistë. Midis tjerave vjen dhe tiknura të murizit të gëshetuar me valerianin, me melisa officinalis, pra me disa bimë të tjera, me 4-5 bimë të tjera, sepse kemi dhe gëshetim të 4-5 bimë që futet. Futet pastaj niveli kardamonit, futet specifikant, futet sasia e hudhrës, që duhet rekomanduar në si merret hudhra në të rast, futet disa acide yndyrore që është edhe tek vaji i kokosit i përzier me specifikant dhe me shafranin edhe me të tjerë. Por kush është interesuar mund të kontaktoj, që të mos e zgjerojmë se s'kemi dhe kohë, sepse janë elementë që duhen diskutuar privatisht me këdo që ka dhe ndoshta sëmundje dhe gjende të tjera bashkëshoqëruese. Unë të falenderoj dhe të uroj një ditë të bukur. Faleminderit gjithashtu. Ka publicitet, ritakohemi.